Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, mirëmëngjes Shkodër. Ju uroj vetëmbarësi në këtë ditë e në çdo hap paçi mirësinë e realizimit të çdo projekti të bukur. Përpara familjes Çeka Suma hapet historia për krah elementeve karakteristik që shtëpia Shpalos, kjo shtëpi monument kulture me vlera të jashtëzakonshme, hapet dera e historisë për të ndriçuar kontributet adhetare të njerëzve të kësaj familje. Filip Çeka, kalorës i urdhrit të flamurit, një titull që presidenti i Republikës ja ka akorduar pikërisht ditët e fundit këtij adhetari të flakt, i cili është një ndër firmtarët për kërkesës tek Kongresi i Berlinit, por edhe antar i lidhjes Prizrenit në degën e Shkodrës, që ka një kontribut shumë të madh për mbrojtjen e plavës, edukcisë e një veprimtari adhetare të shquar. Do të flasim sot për këtë faqe të veçantë historie, për këtë figurë, dhe në studio unë jam së bashku me zotin Angjëll Çeka, përfaqësues i familjes Çeka. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur zoti Angjëll. E vlerësoj shumë ardhjen tuaj sot në studio. Nadia mirë, Merita Sokoli Çopa. Faleminderit. Ju falenderoj për përshëndetjen. Sepse besoj sepse është një event imend në lidhje me dekorimin e pjesëtarit të afërm, domethënë gjyshit, dhe gjyshit tim, Filip Çeka Suma, me urnin kalors i urnit të flamurit. Të flas për Filip Çekën ka shumë, por besoj do flas ma shkurt për jetën e tij. Ai ka lindur në fshatin Sum, që ban pjesë në krajën e Postribës. Nga i fshat kam dalë shumë kuadro intelektual, njerëz të shqumë që kanë ardhur në Shkodër. Filip Çeka i takon asaj familje që mund të jetë rreth 250 vjet ose më tepër në qytetin e Shkodrës dhe zën vend diku ke Aramadhe ose si thonë me dokumentat e kadastërsh Perashi. Dhe një kuriozitet është se aty kanë ardhur shumë pjesëtar të familjes Çeka Suma. Aty afër ka qenë konsullata angleze, që konsul ka qenë një pjesëtar i kësaj familjes Suma. Emrin Çeka, një kuriozitet, mund të them, e ka marrë nga një lidhje që ka pas me një person që quhej Haxhi Çeka, i cili u ba mentori i kësaj familje. Dhe prandaj ai njihet Çeka, ndërsa Suma e ka zyrtare, ku a njoft edhe nga puna që kanë ba. Ai ka lind në vitin 1826. Kanë qenë 3 vllazët, fëmijët e Pjetër Çekës, dhe kanë jetu ose kanë lindë në këtë shtëpinë ku jetojmë na sot. Interesante. Ju keni një shtëpi legjend, apo ja? Por aty takoni të sotme, sepse ju e pasuroni me ecurin tuaj, por historia ju tregon shumë çka, apo ja? Aty është familja ku ka hedhur bazat pikërisht me gjeneratat që kanë ardhur dhe me njerëzit që më pas e kanë shtuar familjen Çeka, apo ja? 3 vllazën. Po, këta kanë qenë 3 vllazën, Mikeli, Gjyshim, Filipi dhe Noçi. Që të 3 kanë banu ke ajo shtëpia e madhe, që ka qenë në atë kohë ka qenë diçka më e madhe, ndërsa tani një pjesë ka kalu ke një pjesa tjetër, që është Hotel Votra në Shkodër.
Filipi, masi marroi shkollat në private në Shkodër, ka qenë njohës shumë mirë i gjuhës angleze, franceze, italiane. Fillimisht, ai ka punu si gerent ose administrator në kuptatën angleze dhe aty ka pas peshën e tij, bile ai ka qenë në nërkryesorët që ka influencu për nënshkrimet e memorandumeve, telegrameve në vitet e stuhishme të lidhjes së Prizrenit. Masi ka ba këto përkthimet ose letrat bashkë me shokët e tij, u përfshi në degën e lidhjes shqiptare të Prizrenit, degën e Shkodrës, me një krye të famshmin Daud Boriçi. Daud Boriçi, po. Bile si mas disa kështu bisedave ose ashtu thuhet se Filipi mund të ketë qenë dhe nënkryetari i degës, ku aty kanë marrë pjesë shumë njerëz të nderuar të qytetit Shkodrës, po përmend disa. Daud Boriçi ka qenë kryetar, Filip Çeka, Selim Çoba, Ibrahim Ragusha, Yusuf Aglohja, Noc Muzhani, Yusuf Sokoli dhe shumë tjerë. Do të tham dhe një kuriozitet. Yusuf Sokoli, një nga se në artën gjenealogjike të Sokolëve ka disa Yusuf Sokolë, po flas për patriotin e famshëm, ose më mirë me tha luftarin e famshëm, i cili ka marrë pjesë direkt në lidhjen e Prizrenit, sepse grupi i Shkodrës, si mas historike, ka shku me vonesë në Prizren. Domethënë ka shku nga fundi i muajit qershor të 78-s. Dhe aty kanë marrë pjesë 4 pjesëtarë nga qyteti, Isufi e disa tjerë, edhe disa nga Marsia, nga krerët e Marsive. Kështu u kriju dega e lidhjes shqiptare ose e Prizrenit për Shkodrën. Filipi, duke qenë si tush njohës i mirë, si e shpjegova herë, memorandumet e famshme ose telegramet që ju drejtuan kryesisht Kongresit Berlinit për luftën kundër, ose më mirë me thënë për traktatin e Shën Stefanit, që mori vendime jo të mira për Shqipërinë, po ashtu dhe Kongresi i Berlinit. Domethënë, masi u kriju grupi ose dega e lidhjes, ata kishin në radhë të parë mbrojtjen e trojeve shqiptare. Fillojnë kryesisht me Flav Gusin. Filipi ka qenë në shtabin e luftës me Ali Pash Gusin dhe ka marrë pjesë fizikisht vetë në Flavën Gusi, në luftimet që janë ba, ku aty fituan forcat shqiptare. Masi shtetet e mëdha, fuqitë e mëdha panë se Flava Gusia nuk do jepte në atë kohë flas Malizi, thane që do t'i jepshin Hotin dhe Gruden. Në këtë kohë, me një pjesëtar tjetër të familjes Hodo Sokoli, ose familjes Sokoli, Hodo Sokoli, dhe ky nga fshati Sum, dhe nga lidhje gjenealogjike me Filipin, u kriju shtabi që kishte në Tus qendrën e tij. Dhe aty luftune kundër forcave malazese dhe në një vend, mos gabojmë, në Ndokshik. Masi fitune përsëri forcat tona, u ba një entuziazm i madh në Shkodër, bile në simas dokumentave disa herë janë dha mitingje të mëdha në Shkodër, ku sidomos ke dega e lidhjes që fillimisht ka qenë diku nga hymja e Shkodrës, diku nga para Kalas, që është edhe një monument kulturet, ose është një monument, një përmendore për këtë ngjarje, për të përkujtu këto fitore të mëdha. Por përsëri fuqitë e mëdha doshin që me e shpërba Shqipnin. Atëre fillune ose vendosën për me dhanë Ulqinin. Aty bile është një bisedë telefonike, është e shkrume, që është ba nga dega
e lidhjes shqiptare të Prizrenit për Shkodrën me ministrin e luftës të Turqisë, i cili i kërkoi disa personave, ose më mirë me thënë pjesëtarëve të kësaj dege, për të influencuar në Shkodër që ta leshin Ulqinin. Dhe në bisedë që është bërë me këta, bile masi kishte dalë ministri simas shkumes nga sultani, biseda u bë e lirë me ta, me aparatin telefonike që ka kënë atë kohë, dega e Shkodrës nuk pranoi. Këtu mund të themi dhe një kuriozitet tjetër. Komiteti i lidhjes të degës Shkodër, ose dega e Shkodrës, fillimisht disa persona nuk ishin fort dakord, ose më mirë me thënë, doshin me lanë Turqisë që t'ja jepte Malizi. Atëre, në një moment, jo se u shpërmba dega, po rikriju përsëri dega e të Shkodrës. Dhe këtu përsëri dolën figurat e famshme, do me thanë Daud Boriqi, Jusuf Sokoli, Filip Qeka, Feta dhe Ibrahim Dragusha, Selim Çoba e disa të tjerë. Dhe fillun e lufta e Ulqinit, e cila për fat keq, masi Turqia kishte shumë forcë dhe me luftën detare, Ulqini në nëndorin e vitit 1980, mos gabohem, u dorëzu Mollazezve. Aty bile Ngeli i plagosun dhe Jusuf Sokoli, bashkëshoriri i Filipit. Dhe përsëri simas të anëna që kam nga disa njerëz të vjetër, thuhet se Filip Qeka e ka marrë kushinin e vet, trupin e tij, e plagosun, e ka punë Shkodër, që fatkeqësisht ka vdek. Ky aktivitet i tij ka qenë shumë i plot dhe shumë i rregullt, me patriotizmin që i ka karakterizuar këta njerëz të mrekullueshëm shkodran. Aty nuk kishte ndamje fetare, aty ishin musliman, katolik, të cilët bashkërisht luftuan dhe punuan për të mirën e popullit shkodran dhe shqiptar dhe mandej. Në fakt, një aktivitet shumë i përkushtuar. Një aktivitet që lidhet me njerëz, me figura, me aktivitet që lidhet me data historike, por unë besoj se pikërisht Filip Qeka ka pasur një shtrat ku është mbrojtur me këto ide dhe me këtë atë dashuri të cilën ai ka shfaqur edhe gjatë dokumentarisë së tij. Besoj se nga ana e familjes Qeka ka qenë vërtet një përkrahje, një aprovim, do thosha, një mbështetje për të realizuar një aktivitet të tillë patriotik, apo jo? Po, Melita, kështu është në fakt bile se në vitin e hershëm 1856, para se të krijohej dega e lidhjes shqiptaris Prizrenit, Filip Qeka ju akordu një dokument të cilën fatmirësisht origjinalin e ruajnë në shtëpi. Dhe është dhe në arqiv shtetit. Patent mbrojtjet. Patent mbrojtje. Është në gjuhën frange dhe është e firmosur nga një personalitet i shtetit francez, nga konsulli i Francës të Ekuarti. Aty përshkruhet kështu, bile po citoj disa fjalë. I jepet zotit Filipo Suma, sepse kështu a njoftë në emrin zyrtar, shtetas otoman, i cili thot është i regjistruar me numrin 2 në regjistrin e të ujve sipas traktatit që ka lidh Portë e Lartë me shtetin francez. I jepet ky dokument për ta pasur gjithmonë si njeri që ka punu dhe për interesat e shtetit të Francës. Ky dokument është i vullosur dhe firmosur nga konsulli, si që thashë herë, Ekuarti. Pra, ky ishte një urdhër mbrojtje, po e themi. Ky quhet patent mbrojtje. Patent mbrojtje. Patent mbrojtje është një dokument me vullën e shtetit francez, si thash, e firmosur nga konsulli i asaj kohe.
është e dokumentuar dhe ndoshta këtu hedhim dritë jo vetëm që Filip Çeka ka qenë punonjës dhe ka mbajtur një post në konsullatën angleze, por edhe francezët e kanë konsideruar si një personalitet, sepse ju thatë që më herët ka qenë një njeri me kulturë të gjarë, me gjuhë të huaja, anglisht, frangjisht, italisht, gjë që e ka bërë atë një njeri që të thuash ka qenë një krah intelektual edhe i lidhjes shqiptare të Prizrenit, Degës, Shkodrës. Në fakt, si ka qenë jeta e Filip Çekës, përveç aktivitetit patriotik, do më thënë, si ka shkuar jeta në marrëdhënie me njerëzit, me familjen, deri në mbyllje të saj? Ashtu është, Merita. Biles, duke qenë që Filipi ishte në konsullatën angleze, i vllai i tij ose gjyshim ka qenë ke konsullata franceze. Ai aty ka punu për një periudhë kohet, prej 14 vjetësh. Bile në vitin 1895 është dekoru nga presidenti i Francës sa kohë, Felix Faure, me medalje Arit. Dokumenti fatmirësisht origjinali është në arkiv shtetit, ndërsa unë ruaj fotokopjen, ndërsa medaljoni nuk gjendet. Do më thënë, kjo tregon se këta të dy vllaznit, se vllau tjetër nosi është marrë me tregti, se për të parë të tyre janë marrë me tregti. Do më kanë qenë një farë lidhje. Do të tregoj edhe një fakt të shumë të bukur, të cilën e ka përshkruar dhe Luan Rama, ish ambasadori i jonë në Francë, në librin e tij Konsullit francez në Shkodër, ku ka disa pozicione ose ka disa tregime për këtë familje dhe në atë kohë, në vitet 1890, 92-93, konsulli i Francës ka qenë De Grandi, një njohës shumë i mirë dhe ai i popullit ton. Ai ka qenë mik, bile presupozohet se një periudhë kohet ka nej dhe ke shtëpia jonë. Falë kësaj misijet, De Grandi me gruan e tij, Berta De Grand, ne kam një dokument në shtëpi, do shkrim, ka qenë nunët ose kanë majtë në pagëzim babën tim. Ndërsa hallën time e ka majtë një person me një emër Albert Lofon, që presupozohet të ke qenë një punonjës i konsullatës franceze. Misia me konsullin francez ka qenë kaq e theksuar sa që si mas nanona që kanë thënë baba, presupozohet që një pjesë të një gjakut të familjes tonë, se oda shtëpia jonë që do flas më vonë për shtëpinë, ka pas 3 dhoma me 3 gjaqe shumë karakteristike ornamentale, i është dhuru konsullit De Grand, i cili në vitet 1901 ka bërë dhe një libër, Shqipëria etnike, a diçka tillë, që mas në Luan Rama e ka përkthy edhe e ka bërë përsi. Do më thënë, tregon lidhjen që kanë pas këta dy vllaznit me shtetin e Francës. Masi marroi, si thosh, ose kreu funksionin lidhja e Prizrenit, atëre Filipi punoi punën e tij private në Shkodër, derisa në vitin 1895 ka vdek. Bile unë kam gjetë edhe atë shënimin në arkivin e shtetit, vdekjen e tij, edhe është varos ke Vorret Ermajt në Shkodër, ndërsa vllai i tij ose gjyshim ka vdekur diçka më vonë, domethënë mas 1900-s. Kjo është parasysh lidhjet që kanë pas këta me shtetin francez, sidomos me shtetin francez. Natyrisht njerëz që kanë spikatur me aktivitetin e tyre, që kanë kontribut, që kanë gjurmën e tyre në gjithë këtë veprimtari. Nuk e di pse është evidentuar kaq vonë, ose është dhënë ky titull kaq vonë
Keni ndonjë mendim? Po. Në fakt, mund të them edhe këtë. Filip Qeka në vitin 1000 ose në vitin 1978 me rastin e lidhjes Prizrenit, 100 vjetor lidhjes Prizrenit, në kuadrin e dekorimeve të bëmen atë vit, është dekoru nga presidiumi i Vendit Popullor, çasaj kohe, me urdhin veprimtari patriotike të klasit 3, të cilën unë kam dokumentin, originali është në Muzeun e Shkodrës, unë kam fotokopjen. Do me thënë, fillimisht ishte dokumenti i Francës, me daljarit e të vllajti, ky dokumenti i 78-s, dhe tani, para njavet, fatmirësisht, nga presidenti i Republikës, Zoti Ilir Meta, ju dha një titull i lartë, kalos i urdhit të flamurit, i cili nderon në atë parë familjen, qytetin ton dhe Matej, dhe gjithë fisin e madh të Qekeve dhe Sokolve, sepse ne me Sokolt jena kushëri. Që kemi kushëri. Bile me një mikun tim, që sot nuk jeton ma, kujtim Sokolin, veterinerin, gjithmonë kur takoshim në Shkodër, si komunikoshim me emrin kushëri. Dhe me pema e gjenealogjike e Sokolve është shumë e madhe, shumë e gjanë, dhe në fjerisat e saj janë të krishterë, janë katolikët, dhe një nga këta vllazit, do më thënë, kapi atë trungun e Sokolve, nësa njani trungun e Qekeve, që jemi sot. Por ne, familja jonë, duke qenë, do më thënë, Filipi pa fëmijë, Mikeli pati 3 fëmijë, do më babën, Haxhën dhe Hallën, Noci pati 2 fëmijë, por ma të ngushtë se sa kushit e mi Sokolt e Shkodrës. Familje shumë e ndershme. Në fakt, gjithmonë kur përmendet emri Qeka ose Suma, patjetër që na shkon mendja te ajo shtëpi legjendare. Aty ku është vendosur familja Qeka që në hershmëri. Si qëndrojnë këto dokumente dhe dëshmi historike dhe a ka të tjera përkrah elementeve shumë karakteristik të veçantë që lidhen me autenticitetin e kulturës, trashëgimisë kulturore dhe materiale që ajo përmban si një thesar i veçantë. Si qëndrojnë këto? Si flet historia, jeta e përditshme, jeta e të hershme, çfarë raportesh ka? Ajo zonë që e thash dhe më përpara, kur erdhen nga Suma, u ullën nga Suma në rreth viteve. E ndërtuan vetë këtë shtëpi apo e blen? Kjo shtëpi e ndërtuan vetëm, dhe kjo lidhet me atë që përmenda pak me personin Qeka, me një person Haxhi Qeka. Haxhi Qeka është e shkruar me kjo. Dhe shtëpia u ndërtuan në atë zonë ku quhet, si thashë herë, Aramave, ose në dokumentat, unë kam gjetur dokumentin turqisht, tapin e vjetër, e bile kuriozitet, aty jepet edhe sipërfaqe shumë eksakte, si 287 metrë katror. Çfarë saktësisht kanë pas? Aty, do më thënë, ajo u ndërtu në atë zonë dhe kuptohet një ndërtesë tepër solide, tepër e fortë, dhe kuptohet katet e para janë ahra, si thonë. Katet e dyta kanë qenë të banueshme, të nalta, dhe 3 dhomat kryesore të shtëpisë, të 3 kanë pas nga një xhak, që sot vetëm ekziston xhaku ke pjesa ime, se aty jetoj unë dhe vllai Mikel Qeka, që ka punu zoteknik në qytetin e Shkodrës, tash në pension. Janë disa, ajo xhaku është tepër ornamental, kuptohet, duhet të kësojmë në gja, se stilet e kësaj ndërtese kanë natyrë orientale,
të Po, kohës. të kohës. Muret janë gjana 1.80 cm dhe bile kur u patën restauru, një mjeshtër, po e përmend emrin Pal Zefi, që sot nuk jeton më, më ka theksu se Angel këtu muret janë ndërtu, ose suvatimet janë ba me 3 element, me gëlqere, me ranë, dhe me të bardhë vejet, dhe me lesh dhijet. Një gjak kuriozitet, dhe kur e shkepen aty, delshin suvatimi punune, me një lesh i ngushtë dhijet, kjo bate për me ba lidhjet, sepse kuptohet, në atë kohë nuk ka pas qimento. Shtëpia, si thashë, a shpall monument kulture në vitin 1963. Dokumenti është firmos nga Kaleman Ylli, i cili i ngarkum nga qeveria shqiptare për të hartu gjithë shtëpiat monumente kulture të gjithë Shqipënisë. Ndërmjet këto ishte edhe qyteti jonë, Shkodrës. Këto janë shtëpiat e para që janë shpallë. Ndër këto, 10 shtëpiat e para është dhe shtëpia e Filip Çekës, kuptohet, dhe disa tjera që fatkeqësisht sot nuk janë, po përmend 2-3. Për shembull, në atë listë që është, e unë e ruaj atë dokumenti që është treshit, është vendimi i rektoratit të Republikës Shqipërisë, është shtëpia e Luiz Gurakuqi që sot ka vetëm fatkeqësisht vetëm hymin atë portën edhe pllakën përkundimore, dhe shtëpia e pionerit e cila nuk ekziston më, ba pallat. Është shtëpia e konsulit angles ku punonte Filipi, ke rruga Sumej e vogël, afër shtëpisë tonë, dhe nuk më kujtohet e një tjetër shtëpi, domethënë 4 shtëpia nuk janë me të arkeq në shtëpiat e vjetra të bukura të Shkodrës. Si keni mundur ta ruani pikrisht me gjithë këto karakteristika? Ju thatë që ka një ndërtim solid i cili i reziston mbi 250 vjeçare. Pra, nëse i drejtohemi ndërtimeve të tjera, jo të gjithë, po shohim gjithmonë nuk e kanë këtë cilësi. Ju si keni mundur ta ruani pikrisht edhe me elemente të tjerë ornamental? Ju përmendet xhakun, por jo vetëm, apo jo? Aty këto dhomat e mëdha që mund të jenë 1500 m2 një dhomë, 60 m2 një dhomë, që sot duket pak e çuditshme, meqenëse sot lëtimet ju keni jetesën e përditshme në ato dhoma? Po. Aty ka këto ambientet, për shembull, si thash, o xhaku ornamental, shumë i bukur. Janë trapazanet ku presupozohet se kanë gratë tona aty. Janë sërgjijat, janë tjetër gjë mund të theksoj, si e tham, dritaret me hekura, me hekër, të i punum për mbrojtje, dhe këto kanë pas edhe një karakteristik tjetër. Ato kanë qenë shumë të freskëta në verë, por të ftohta në dimën. Imagjinojmë tash se si o xhaku jon, për shembull, nuk ka ndezë asnjëherë sot për momentin, por në atë kohë ka shërby për të... Ju e ruani, nuk e përdorni në përditshmërinë tuaj? Nuk përdoret aty. Do theksoj dhe qoshkun e famshëm, sepse shtëpiat e vjetra, qoshkun e famshëm, i cili ka një karakteristikë krejt drunit, kuptohet, me xhama? Aty ka nej familjarët për të pritur njerëzit që vishin për vizita. Ndërsa shtrimi i dyshemeve poshtë në katin e parë ose përdes është me pllaka që janë gurit të ruajtura shumë të karakteristike, të mëdha, jo pllaka të vogla, por pllaka të mëdha, të gjana, të cilat e kanë plotësuar gjithmonë pjesën e qoshkut. Njëkohësisht, aty ke shtëpia jonë, unë ruaj me fanatizëm përsëri,
kam një arkën e pajës të gjyshes teme, se gjysha ime është nga familja Nerume Shiroka. Në shoqja Mikelit, tam bash Argentina Shiroka ose Qeka, një arkë karakteristike e cila si rregull këto arka të fuqin diku në brendësinë e dhomës. Duke qenë se kjo arka e madhe nuk e nxente, ajo e kena rujtë në pjesën e mbrendshme të dhomës. Dhe madhësia e arkës, si më thoshin, tregon dhe anën financiare të familjes. Arka shumë e bukur, me ornamente, me ato pallojte, me ato gjanat e tia, e cila është restauru dhe jo, bile me këtë rast, du të falenderoj dhe një person që e meriton në vitet mos gabojmë 80, Vladimir Myrtezaj, fundote në Shkodër, artist, ai bile banit mundur që ta nxirte më tepër në pa me punën e tij atë pjesën e dukshme të arkës, të pajës e ka pas edhe gjyshja ime një ark të tillë dhe kujtoj në fëmijërinë time, nuk e di tash se si ka qenë fati i saj, por ata ornamentet kanë qenë të mrekullueshme, të dallueshme dhe besoj në fjalët që ju thoni me një përpara me si në një film shumë të bukur të hershmërisë atë fëmijërisë time. Ndërkohë që ju e ruani me fanatizëm, pikërisht kjo është një vlerë dhe meritë e shtuar e familjes suaj. Ashtu përveç arkës, thashë janë edhe musandrat ose raftet, se gjua jonë ka shumë fjalë turqe. Musandër, të aty ku rushin dyshekët, sepse në atë kohë nuk janë përdor shtretnjët o skrevatët, me dyshek, me organa, janë përsëri, dhe ato kapakt e musandëve janë ornamentale, ashtu si shpjegova Trapazani, ose Sergjijat është vendi ku rushin ente bakrit sipër të domethënë një pozicion apo thuj se poshtë avanit, këto musandrat kanë shumë bukura pjesët e gëdhendura. Njëkohësisht edhe dyrt. Bile dhomat e gjithmonë këto dhoma kanë pas 2 dyrë komunikimit dhe aty kanë pjesën e tyne të gëdhendur në ndru. Ashtë, do më thanë, sot, ose do të theksoj, trenat e shtëpis, janë trena shumë të mëdha, shumë të gjata, të nga kështneja, të forta, të cilat janë ekzistuese ala në shtëpinë tonë. Është nënshtruar disa herë restaurimit shtëpia, apo... Duke qenë shtëpi monument kulturit, ashtu si të në monumentet, kuptohet. Shteti ka investu. Dhe përsëri, dhe kote fundit, gjithmonë, ka disa herë me ligjet e shtetit tonë, kuptohet, por investimet janë ba me fondet e shtetit. Dhe edhe janë investu shumë mirë, do më me vlera jo të pakta. Kjo ka bërë që shtëpia të jetë shumë, si të shpjegova, shumë solide dhe shumë e fortë. Por jam e bindur se meritën më të madhe keni ju që banoni dhe e vitalizoni atë çdo ditë, apo jo? Sepse nëse një banesë, çfarëdo sido qoftë nuk banohet, ajo domosdoshmërisht do të bjerë nga ana cilësore, ndërsa jeta brenda saj është gjëja më e bukur, apo jo? Merita, në rast se një shtëpi nuk mirëmahet, dihet ajo punë. Dhe ma tepër këto shtëpi e vjetra. Na, do më thënë, unë... Bashkëshortja ju e Flora, e përshëndesim. Një zonjë nderuar, mësuese, drejtuese shkollës. Drejtuese një shkolle private, Misia në Shkodër, me punën e saj, dhe me kujdesin tim kuptohet, shtëpia është rujt dhe është mirëmarrë. Unë ndoshta pak me fanatizëm, ma tepër
jam ujtë që ta plotsoj bile në dhomët e shtëpisë, përveç se mirëmarrëtiet jam mundu me kriju dhe ambienti. Për shembull, unë kam kriju një mini muze të vogël me dokumenta, sepse ka dokumenta që përmendat të parë. Kam do theksoj dhe një vjersh me që tani doli të bëme nga një ulqinak, mos gabojmë, Gjon Bala, një vjersh popullore ku shkruan për mbrojtjen e ulqinit dhe aty përmend Filip Çeka, Ibrahim Dragusha, me dy tre strofa në vargje, dhe e kam nga libri Ulqini dhe rrjedhët e saja, e kam fotokopjuar dhe e kam vendosur në këtë muze, ose e kam vu për shembull në këtë mini muzeon e vogël, kam vu një vulat e familjes turqish, kuptohet, i kam vulat, i kam fotokopjuar vulat, gjithashtu kam dhe një dokument shumë të vjetër nga një pjesëtar i familjes Çeka, Pjetër Çeka, i cili ka shërby si agent në propagandën Fide në Rom për shumë 5 vjeçar, dhe kardinal Frasonin, mos gaboj, i ka dhënë një dokument të cilën e rujmun dhe familja Jubani në Shkodër, e cila dhe jo nga nana vet është nga familja Çeka. Do theksoj dhe një gjatë tjetër që më doli nga mendja. Në Shkodër është dhe një rrugice vogël, ke kisha ars madhe, se mendohet që fillimisht të kenë zanë vend aty kur ka ndangasu, mas ne ka shtëpia rruga Çekej, e cila është dhe në hartën dhe kur u bë dhe planimetria e Shkodrës, ose jo vendosja e emnave, këshilli i ose me komisioni e vendosi rruga Çekej, e cila është dhe në hartën e 23-shit të etnëve jezuit. Do me thonë, si ja theksova, këto shtëpi në rast se nuk mirëmahen, këto është nuk e di çfarë them, është e nevojshme, sepse janë të mëdha, janë edhe të vështira, por me kujdes të njerëzve, njeriu mund të bëjë çdo gjë. E vërtet, sepse pa pasionin dhe dashurinë për mirëmbajtjen, pa vlerësimin e së shkuarës edhe së tashmes, një gjë e tillë nuk mund të jetoj bukur. Ndërkohë, brezat e familjes Çeka natyrisht shtohen, ju keni djem tuaj, keni nipa, nuk e di nëse keni mbesa. Pikërisht si vazhdon historia me këtë afeksion që ju keni për të shkuarën, për trashëgiminë ton tuaj, për vlerat që transmetoni dhe për këto përfaqësues të nderuar të familjes suaj. Ashtu Merita, është në fakt na fëmijët tonë unë mundohem që t'ja ushqej atë dashurinë ose atë dëshirën e madhe për këtë patriotizëm të fisit tonë, por dhe për familjen ose qitush çam të them pjesën e vazhdimërisë. Dhe fëmijët e mi besoj se do të trashëgojnë këtë dëshirë që kam pasun, edhe të partë e mi kuptohet, sepse kena nderin që ata e kanë fillu këtë gjë, për ta rujt dhe për ta çu më përpara dëshirën. Megjithatë, jo ke fëmijët e mi, po në përgjithësi shoh një farë jo kujdesje, po në mos interesim në brezet e sotme të këtyne traditave. Dhe unë për shembull mund të theksoj se në librin e miku tim Neqimi Bushati, është libër monumental i Shkodrës, enciklopedi Shkodrës. Shkodra dhe motet. Hamdi Bushati ka bërë gjallë që t'ja zakonshme. Aty përshkruhet edhe na kena pjesën tonë të familjes me këto që të shpjegova, e ka shpjegu shumë mirë Neqimi Bushati, disa faqe për familjen tonë. Aty ku janë disa familje, ke volumi 2 bile përmend familjet e nderuara shkodrane, dhe suplementi që ka bërë
Dëshmia me pemë gjeologjike, aty po është edhe pema e jonë, që unë bile kam kriju një gjatë bukur, një miku im, të cilën e falenderoj, Muhamet Ganjolla, e ka kriju në formë pemet kështu, duke e vru edhe vizualisht aty. Do theksoj dhe këtë gjë, Filip Çeka është edhe në enciklopedinë e Shqipnisë, në librin se enciklopedia që a botu para disa viteve, mos gabojmë në faqen 300 sa, nuk e maj mend, jetën e tij, të cilin e ka përshkru po ashtu dhe një personalitet, Krisaq Prifti, që sot nuk jeton më, ka vu shënimet e tija për Filip Çekën. Këto janë afërsisht merita disa elementa të Shkodrës, e thash dhe herë, këto bashkë me njerëz tjerë nerojnë, duhen kujtu sepse historia është mësuesja e jetës, natyrisht ka vlerat e saj. Në fakt, gjithmonë kur përmendet emri juaj, familja juaj, ndjen të pulsoj përzier me respektin çdo gjë që lidhet me kontributin, por çdo gjë që lidhet edhe me atë respektim që ju i bëni autenticitetit edhe vlerave që ka shtëpia dhe familja juaj. Kjo ndoshta ju bën shumë krenar. Dhe pikërisht titulli i marr kalorës i urdhrit të flamurit Filip Çekës ju bën akoma të ndjeni një stat vlerësimi që i drejtohet jo vetëm familjes, por edhe Shkodrës, edhe çdo gjëje që ju përfaqësoni në jetën tuaj, sepse ju vetë edhe me jetën tuaj si ekonomist keni qenë një njeri mjaft i nderuar. Faleminderit për komplimentin Merita, edhe ashtu është si thoni dhe juve, unë ndjej krenari për familjen, për qytetin kuptohet, dhe me tamam këto ngjarje të krijojnë një farë ndjenje patriotike për si e theksova dhe më përpara, për familjen tonë dhe për shumë familje tjera shkodrane. Shkruhet shumë, ka vepra edhe në shtypin lokal edhe në libra. Unë bile kam gjetë, po librin e Gjafer Belegut, Lidhja Prizrenit, shumë e bukur, që është botu në Maqedoni, e kam ble bile rasisht në uqin, e shumë letra tjera. Dhe ku lexon njeriu, ku lexon këto gjana për veten e vet dhe për familjet, për shokët e për miqt, e për bashkëpunëtorët e atyne, krijon një farë ndjenjet patriotike. Është gjë e mirë, për të cilën unë theksoj se kjo duhet jetë dhe mbrezat e ardhshme. Pikërisht. Unë ju uroj që pikërisht këtë ndjesi që ju keni e përzier me përgjegjshmërinë e këtyre vlerave që transmetoni në familjen tuaj, ta çoni gjithmonë më tej me përfaqësuesit e tjerë të familjes, me djemt, me niprit tuaj, për të qenë në radhë të parë qytetarë të denj. Njerëz që përfaqësojnë familjen, prindrit, Shkodrën, me ato vlera që ju më së miri i përmlidhni në botën tuaj të madhe dhe shumë të bukur, siç është familja dhe shtëpia Çeka. Ne sot folëm për një prej përfaqësuesve patriot të familjes Çeka, duke e shtrirë më tej vështrimin në jetesën, në vlerat që përfaqëson familja dhe shtëpia juaj. Por më besoni, gjatë gjithë bisedës kam qenë shumë kurioze për çdo gjë që thatë, por ndjeva edhe një krenari të përzier me mirënjohjen për ju dhe familjen që keni ruajtur dhe transmetoni pikërisht këto vlera. Merita, unë të falenderoj për bisedën, bile ne me Meritën dalim dhe kushëri nga një vend origjine, nga Suma. Faleminderit dhe njëherë, dhe sa më tepër emisione të këtij karakterit. Faleminderit juve. Qofshi gjithmonë i nderuar ju dhe familja Çeka, dhe paçi jetën e gjatë.
Faleminderit. Ju uroj shëndet dhe punë të mara edhe radio televizionit Shkodran, të cilin jam të jenik me shumë pozitet, se ma men jam mund të jetë ke radio televizioni flas. Po, RTS Shkodra, pikrisht. Që s'ka fillu para mos ka bën para 2 javësh, mos ka bën. Rreth një muaj. Suksese. Faleminderit juve. Faleminderit, ishte shumë kënaqësi.